E gjithë kupola drejtuese e policisë së shtetit në qarkun Dibër është ndorruar. Ndryshimet kanë nisur prej ditësh, ndërsa këtë të martë janë finalizuar me ndorrimin e drejtuesve të drejtorive. Kështu në krye të drejtorisë vendore të policisë Dibër është vendosur Xhevahir Karaj, pasi është shpallur fitues në konkurimin për drejtor qarku. Ai është emëruar në detyrën e drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Dibër. Më parë këtë detyrë mbante Armir Gjikolaj, i cili është emëruar në detyrën e drejtorit qendrës së mbyllur të huajve. Por pak ditë më parë janë zëvendësuar edhe drejtuesit e komisariateve. Komisariatin e Dibrës do ta drejtojë në vazhdim Bilal Selmanaj, i cili më herët ka mbajtur postin e shefit të komisariatit të policisë Librazh. Në Bulqiz është larguar si drejtues i komisariatit të policisë së këtij rrethi Gentian Dedej dhe në vend të tij është emëruar Ergys Gjoni. Edhe në komisariatin e policisë Smat ka patur lëvizje pas një periudhe me vakancë. Në krye të komisariatit të policisë Smat është emëruar Oltion Gjoni, i cili më parë ka drejtuar komisariatet e policisë në Lezhë dhe në Kukës. Rokada ka përfshirë edhe nivelet e nëndrejtorëve, duke bërë që të ketë një rifreskim të plotë të gjitha institucioneve vendore në të gjithë vendin.